Sëm për vete halo, edhe kam më qenë gjithmonë me morë këshilla prej trajnerës tam. Se unë thamë që me qenë trajnerë është komplet ndryshe dhe ndoket në shumë ma vështirë me qenë trajnerë se me qenë sportiste, po. Është një rol komplet ndryshe me sipas mendimit tim. A nuk kupton kjo dënje që mas boksit nuk e sheh veten si trajner apo është e mundshme? Valla jo, të e po rrugën e Mariolës ju, se ka shumë sportista në sallë, cilët janë veç tu dol në skenë dhe shoh sa e vështirë më mirë me trit, ka dhe trajnerja që trit ndoshta edhe nuk janë shumë stabil, sot e dojnë sa, nesër nuk e dojnë, sot thojnë ku me ushtru, ku me bo këtat, nesër sot je pela, është më duket edhe pak humbje koha mu merë me një sportist merës, edhe në fund ta bën, jo valla po du me lanë. Është një punë shumë e vështirë, në që puna trajnerit është shumë e vështirë, që nuk e di, nuk e shoh veten si trajnere, jetës nuk e di, jeta është e gotë, po njëherë për njëherë nuk e shoh.